Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Ambasada e Gjermanisë në vendin tonë dënoi jashtë për aktet e dhunës të regjistruara gjatë protestës së dieshme të Partisë Demokratike në Tiranë. Në një deklaratë, selia diplomatike cilëson të papranueshme sulmet me molotov dhe mjete piroteknike ndaj institucioneve shtetërore e forcave të rendit, ku mbetën të lënduar 6 efektiv. Protestat politike dhe e drejta për të demonstruar janë të drejta themelore në çdo shoqëri demokratike, por ato nuk mund të përgjigjen asnjëherë dhunës ndaj personave apo objekteve, nënvizohet në deklaratën e ambasadës së Berlinit në Tiranë. Protesta e dhunshme e opozitës në Tiranë, 15 arrestuar e 9 të proceduar penalisht. Materialet hetimore u referuan në prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj deputetit Klevis Balliu për veprat penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të palishme dhe shtyrja e të miturit në krim. Në njoftimin zyrtar policor thuhet se disa pjesëmarrës kundërshtuan e goditën punojësit e policisë dhe hodhën molotov në drejtim të bluve ndaj disa institucioneve. 6 efektiv mbetën të plagosur dhe po marrin trajtim mjekësor në spital. Mes të shoqëruarve kishte edhe të mitur, të cilët janë lënë të lirë pas procedurave. Sali Berisha sot foli në një konferencë për shtyp duke theksuar se betejë e tyre do të njohë vetëm gjitje e siç u shpreh do të përfshijë të gjithë Shqipërinë e do të jetë e pandërprer. Ambasada gjermane dënoi dhunën, por Berisha tha se pavarësisht se edhe Partia Demokratike është kundër dhunës, reagimi vjen nga situata në të cilën ndodhet vendi. Nuk jemi në kushtet të një vendi me demokraci. Jemi në kushtet të një vendi që ka humbur, është zhytur thellë në një autokraci elektorale apo diktaturë autoritare. Megjithatë ne nuk bëjmë thirrje dhe jemi kundër protestave të dhunshme, ne jemi për kryengritjen paqësore, jemi përcaktuar për këtë. Kreu Demokrat shtoi se protesta ka bërje honë ndërkombëtare. Pas luftës në linjet mesme, lajme kryesore në mediat ndërkombëtare është protesta e qytetarëve shqiptar ndaj regjimit të korruptuar të Edi Ramës. Dhe këto lajme të përhapura në mediat më të mëdha të botës, të transmetuara nga agjensitë më të mëdha ndërkombëtare dhe gazetat më të mëdha rrjetet televizive, janë mbrojtja e dinjitetit të qytetarëve shqiptar. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Enes Rëmja shënon afatin e fundit ligjor që bizneset e hidrokarbureve dhe institucionet shtetërore të dorëzojnë emrat e përfaqësuesve të tyre në bordin e transparencës dhe kufizimit të çmimeve. Ky detyrim buron nga vendimi i qeverisë numër 186 që shpalli situatën e veçantë në tregun e naftës dhe gazit për shkak të krizës globale. Kthes në krizën me Iranin, sot presidenti amerikan Trump njoftoi pezullim të përkohshëm të planeve ushtarake kundër Republikës Islamike, pas asaj që cilësoi seri bisedime shumë të mira e produktive me Teheranin. Në Truth Social, Trump bëri të ditur se sulmet ndaj centraleve elektrike iraniane do të shtyhen për 5 ditë. Vendimi erdhi në prag të skadimit të ultimatumit të mëparshëm që kërcënonte me shkatrimin e rrjetit energjetik të Iranit nëse ngushtica e Ormuzit nuk rihapej. Trump shprehu optimizmin për një marrëveshje përfundimtare që do të jepte fund armiqësive në rajon. Njoftimi i shtyrjes 5 ditore pritet të sjellë stabilizim në bursat ndërkombëtare, ku çmimi i naftës arriti nivele rekord prej $112 për fuqi. Tregtarët dhe liderët botëror po monitorojnë me kujdes nëse ky 5 ditor do të prodhojë një dokument zyrtar për rihapjen e rrugëve detare tregtare. Teherani tha se nuk ka ndërmend të negociojë një ndërprerje të armiqësive, por më tepër një fund të përhershëm të konfliktit. Por ashtu deklaroi se nëse pushtohen do të minojnë gjirin persik. Pas kësaj deklarate ran tregjet e aksioneve aziatike dhe europiane. Më herët Trump bisedoi në telefon me kryeministrin britanik Starmer mbi nevojën për të rihapur kalimin sa më shpejt jetë e mundur për të rifilluar trafikun detar global përmes Hormuzit, ndërkohë disa shpërthime u dëgjuan në kryeqytetin iranian Teheran pas nisjes së një vale të madhe sulmesh nga Izraeli. Kur në Greqi çmimet e benzinës dhe naftës po kapin shifrën rreth 2.1 euro për litër, qeveria shpalli pakete remasash. Kryeministri Mitsotakis njoftoi 4 ndërhyrje për muajt prill dhe maj me kosto totale rreth 300 milion euro. Kjo me synim mbrojtjen e familjeve dhe ekonomisë nga vala e shtrenjtimit. Masa kryesore është subvencionimi i naftës për automjete. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Gjykata e posaçme përmes një vendimi të firmosur më 19 mars ka lejuar SPAK të kqyrë të gjithë celularët dhe pajisjet kompjuterike të sekuestruara në kuadër të hetimeve që po kryen ndaj ish-zëvendës kryeministres dhe ish-ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Në zbatim të një vendimi të gjykatës kushtetuese, prokurorët e posaçëm janë drejtuar gjykatës për të lejuar zbërthimin e të gjitha pajisjeve që u janë marrë personave nën hetim, si ish kreu të autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli dhe ish administratorit të Keshit Eral Delezi, por edhe personave në dieni, mes të cilëve janë edhe disa biznesmen. U rëndua bilanci viktimave të aksidentit rrugor të një nate më parë në Vlorë, ku 2 makina u përplasën kokë më kokë. Në spital ndroi jetë pasagjeri që ishte në gjendje të rëndë, duke mos i mbijetuar plagëve. Kjo e çoi në 3 numrin e viktimave, krahas 2 drejtuesve që mbetën të vdekur në vend. Një aksident me vdekje u shënua sot në aksin Divjak Lushnjë. Sipas njoftimit të policisë, u përplasën një mjet bujqësor pa targa me drejtues një 67 vjeçar dhe një motomjet ku udhëtonte një person rreth 70 vjeç, i cili i gjeti vdekjen. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave. Lajme nga bota. Në Itali, pjesëmarrja në referendumin për reformën në drejtësi ka shënuar nivele historike në ditën e parë të votimit, duke arritur në 46.07% deri mbrëmjen e dieshme, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme. Analistët parashikojnë se pjesëmarrja përfundimtare mund të luhatet në 60 apo 65%. Votimi u mbyll rreth një orë më parë e rezultati konsiderohet test për qeverinë Meloni. Parashikimi i motit. Vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me vranësira e shira që prej mesdite janë shtrirë thuajse në të gjithë territorin, nuk mungojnë shtrëngata fatshkurtra kryesisht në malësitë e vendit. Në mbrëmje rreshet humbasin intensitet dhe mbeten të dobta në jug dhe lokalisht në verlindje e male.